Kandidatët e Partisë Demokratike zhvilluan një takim me mësuesit e Lushnjës, ku diskutuan mbi gjendjen e arsimit dhe alternativën e Partisë Demokratike për ta përmirësuar atë. Sipas demokratëve, mësuesit përballen me vështirësi financiare dhe rritja e pagave është e domosdoshme për t'u dhënë atyre vlerësimin dhe dinjitetin që meritojnë. Në programin e Partisë Demokratike, paga mesatare mujore për mësuesit është parashikuar të jetë 1.200 euro. Mësuesit shprehën shqetësimin e tyre se kontributi i tyre i rëndësishëm në formimin e brezave të rinj nuk vlerësohet sa duhet. PD angazhohet që arsimi të rikthehet në shinat e profesionalizmit, larg ndikimeve politike dhe patronazhit. Një tjetër problem shqetësues i ngritur në takim ishte rënja e numrit të nxënësve dhe mbyllja e shkollave, një sinjal alarmant për të ardhmen e vendit. Partia Demokratike ka në plan të 2-3-fishojë fondin për arsimin, duke e konsideruar këtë si të vetmen mënyrë për një zhvillim të qëndrueshëm. Mësuesit e aftë dhe të trajnuar janë zemra e shoqërisë sonë, u shprehën kandidatët e Partisë Demokratike, duke theksuar se ata meritojnë trajtim dinjitoz dhe se Partia Demokratike është e vendosur ta bëjë këtë realitet.